Për shkak të modit të përkeqësuar që ka përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit, i shoqëruar me erëra të forta dhe dallë të larta, deti nga nxjerrë në breg sasi të konsiderueshme mbetjesh të ndryshme. Përfshirë materiale plastike, mbetje druri, si dhe lështerik. Kjo situatë ka ndikuar ndjeshëm në gjendjen e Bregdetit, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për pastrimin dhe rikthimin e tij në kushte normale. Ndërmarrja e shërbimeve publike ka vijuar edhe këtë të mërkur punën intensive për pastrimin e zonave bregdetare, duke angazhuar mjete dhe forca njerëzore për të përballur situatën e krijuar. Punojësit e shërbimeve publike janë shpërndarë në disa segmente të Bregdetit, ku po kryhet grumbullimi manual dhe mekanik i mbetjeve, si dhe transportimi i tyre drejt pikave të caktuara për përpunim ose asgjësim. Vëmendje e veçantë po i kushtohet largimit të lështerikëve, të cilët në sasi të mëdha jo vetëm prishin pamjen e Bregdetit, por mund të përbëjnë rrezik për pushuesit ose mjedisin. Përfaqësues të ndërmarrjes së shërbimeve publike bëjnë të ditur se ndërhyrja ka nisur menjëherë pas përmirësimit të kushteve atmosferike dhe do të vijojë deri në pastrimin e plotë të zonës. Qëllimi kryesor është që Bregdeti të rikthehet sa më shpejt në gjendjen e tij normale, duke garantuar një mjedis të pastër, të sigurt dhe të aksesueshëm për qytetarët dhe vizitorët. Fenomene të tilla janë të zakonshme pas periudhave me mod të përkeqësuar. Megjithatë, kërkojnë ndërgjegjësim më të madh për mbrojtjen e mjedisit, pasi një pjesë e mbetjeve të gjetura në breg janë të origjinës njerëzore. Hedhja e pakontrolluar e mbeturinave në lumenj dhe zona të tjera përfundon shpesh në det, duke u kthyer më pas në problem serioz për Bregdetin. Në këtë kuadër, u bëhet thirrje qytetarëve dhe bizneseve që të tregojnë kujdes maksimal për mjedisin, duke respektuar rregullat të menaxhimit të mbetjeve dhe duke të kontribuar në ruajtjen e pastërtisë në zonave natyrore. Ndërkohë, ndërmarrja e shërbimeve publike siguron se pastrimi do të vijojë edhe në ditën e vijim, në varësi të kushteve të motit, për të garantuar që Bregdeti do të jetë gati dhe i sigurt për përdorim. Pritet që situata të normalizohet shpejt dhe se puna e kryer do të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së mjedisit bregdetar.